2025 kanë marrë pjesë 14 operatorë ekonomik dhe bashkim me firmash. Me një arrogancë të paparë, Komisioni i Llogos i skualifikoi më njëherë 13 pjesëmarrës, megjithëse mes tyre kishte firma me eksperiencë të gjatë në ndërtim. Kjo është tabela me vlerësimin e ofertave e bërë e njohur për pjesëmarrësit më 2 shkurt 2026. Dallohet se është kualifikuar vetëm bashkimi i operatorëve ekonomik Op Construction ShPK dhe Edo Construction ShPK, që ka ofertën e dytë më të lartë. Kompania e dytë që është përfaqësuese e bashkimit ka pronar Alfred Ibrahimin, personazh i përmendur për korrupsion dhe mashtrim. Ibrahimi është bashkëpunëtor i drejtorëve të Arion Veliajit përmes kompanisë PSD në tendera të ndryshëm. Paratë e fituara me këto skema, Ibrahimi investoi në Prishtinë United Hospital. Bashkëpunimi është prishur me zhurmë në 2023 pas akuzave të mjekëve kosovar për mashtrim dhe detyrësim të palishëm të pronës. Grindja e tyre arriti në prokurori pasi spitali me kapital 8 milion euro po bëi pjesë e një transaksioni të dyshim për 650.000 euro. Ibrahimi është klient i vjetër i zëvendës kryeministes Balluku, nga cila varet drejt për drejt drejtori i ujësillësit Gentian Llogo. Kjo shpjegon dhe tendencën e komisionit për t'ia dhënë tenderin me çdo kusht kompanisë Ibrahimit. Në këto kushte Llogo tentoi ta mbyllë me shpejtësi tenderin.